Abibank mbështet këtë episod. Kur e takova atë në sezonin e parë të këtij podcast, sigurisht u manita me thellësinë, por dhe me origjinalitetin e gjërave që tha. Me kalimin e kohës kuptova që kishte hyrë në zemrat e të gjithë ndjekësve të këtij podcast. Tani, pas 5 vjetësh, kur Zë më mirën podcast ka një zë shumë më të fortë dhe një audiencë shumë më të madhe, mendova, pse jo mos ta kthej në një episod 2, Primosh Llakun, si ato filmat e suksesshëm. Mirë se erdhe në podcast. Mirë se ju gjeta. Ke ardhur i veshur me kostum, ndryshe, është vlerësim më shumë për platformën apo si? Çfarë ka ndodhur me ty? Jo, isha në një situatë sot para se të vija këtu, që duhet të isha pak zyrtar i veshur. E mora për vete, unë jam gëzova zyrtar, po nuk do flasin robët, do flasun prapë. Shumë e vërtet. Në këtë botë ku njerëzit gjithnjë më shumë mendojnë se gjërat materiale, rrobat, makinat e shtëpitë e tyre flasin më shumë se ata. Unë jam me fol, teshat janë me kriju iluzion. Të vjen mirë që njerëzit të duan dhe të rinë kanë ndjekur, ke ndjerë diçka nga ai podcast, apo unë mendoj se njeriu kështu mendon për punët e veta, që vërtet ishte një bisedë që ngjiti dhe i bëri njerëzit për vete? Shiko, për njeriu gjithmonë vjen një kohë, koha për me fol. Mund të më kishte ardhe edhe 20 vjeç, po në atë kohë kishte mot të ligë dhe virtuoze ishte me hesht, edhe unë ju përgjigja motit me heshtje, dhe erdha gjallë shnosh në kohën e të folunit, por është domosdoshmëri me fol. Ashtu sikurse është edhe domosdoshmëri për ju gazetarët edhe njerëzit e publicitetit me i ban njerëzit me fol, sepse unë e shoh që njerëz që dinë shumë gjana, sidomos shumë sekrete, po ikin pa fol. Në është një betim i tyne, i solemn, i rinis tyne, po ikin pa fol edhe ne po na duhet masanej me rinërtu me men atë që ka në ollë. Ke shumë të drejtë dhe i bashkohem. Unë kam disa njerëz nga ata që mendojnë që dinë dhe kanë diçka për t'i lënë kësaj shoqërie. Është shumë e vështirë. Kam një prirje edhe për t'i kuptuar që kanë bezdi dhe mendojnë që nuk ka më vlerë të flitet. Po nga ana tjetër, lëndohem shumë kur më thonë jo. Nuk po i përmend gjithë, se është një listë gjatë me njerëz që do doja shumë t'i kisha në podcast dhe të bisedoja me ta. Një në shkaqe që ne e vlerrim vazhdimisht historinë, jemi se kemi qenë njerëz janë për me ditë sekrete dhe me ditë gjanat më janë zgjedh vazhdimisht njerëz me mec. Unë nuk i them me mec vetëm atij që nuk artikulon dot fizikisht. Unë i them me mec edhe atij që kujton se çka ka me thonë në një kohë që ka bajt historinë në shpinë ashtu si e kanë urdhnu, dhe pastaj ka ikë pa lënë asnjë dëshmitari. Kështu që ne vazhdimisht, ne kemi një histori poroze, me fluska, me boshllëqe të mëdha dhe peshojmë lehtë. Historia jonë peshon lehtë se ka boshllëqe të mëdha. Dikush na e vjedh, diku ne ja vjedhim vetes, nuk po arrim me kriju një blok historik, me hy seriozisht në veten tonë dhe me një epsh me e nxjerr për jashtë atë që na mendojmë se jemi, por na preferojmë mos me mendu për veten, për një pjesë të madhe të njerëzve vetja e tyre nuk ekziston, pra ata në një farë mase nuk e dinë se janë, dhe kështu që protagonistët po largohen pa lanë as i shkronjë. Është fatalitet ky, edhe dikuj edhe i intereson. Dikuj. Ne do flasim me ata që pranojnë të flasin.
Nuk e kam patur të thjeshtë as me ty, Primož Llaku. Herën e parë, ma bëre jetën goxha të vështirë duke më lënë disa ditë të prisja nëse të kishin pëlqyer apo jo pyetjet që të kisha nisur në WhatsApp. Kur të rishkrova dhe të thash që unë dua që të rikthehemi në një bisedë 2, në një episod 2, sepse njerëzit të duan dhe të kërkojnë, më kishin shkruar shumë, më the, mira, duhet me një kush si gjithmonë pyetjet jenë të reja. Po. Po e provoj. A di se është puna, televizioni është një hamës i madh, është një dinozaur që po pate pak sende, për me thonë, ai të konsumon. Edhe ti duhesh me fillu historinë tënde prej sparit edhe bash bajat. Pra, tingëllon si teneqe. Unë i tham tingëllon si teneqe. Nga që nuk e du këtë punë. E nga që e njej se nuk po më boshatis televizori, po thjesht duhen njerëz me t'i zbulu mrena tejet, edhe me t'i gjetë edhe me t'i vunë pjatë, masanin formën e një pyetësorit, të cilit ti i përgjigjesh që mas dispozicionit që ke, humorit që ke. Unë mendoj se vetëm politika dhe sporti e kanë ngrit përsëritjen në kult. Kurse jetë shkrimet dhe refleksionet e njerëzve janë rreptësisht të pa vaksinume nga përsëritja dhe në vend që me nëriqu përsërisin ose e shtojnë terrin rreth çështjeve ose edhe vetë personit. Si e me humorin këto ka? Sot jam me humorin në pritje. Që do të thot? Që do të thot, po ma gjete kapsolën, unë nezem. Po t'i gjeta telat? Po s'ma gjete kapsolën, unë metem plumë në vezme për i herë tjetër. Në kërkim të kapsolës së Primož Llakut. Çfarë ka ndodhur me jetën tënde këto 5 vite, 4 vite gjysmë pa u takuar? Me jetën time ka ndodhur shumë çka. Në jetën time ka ndodhur situata të cilat kanë qenë të paprituna, bile që unë edhe pse kanë ndodhur dhe kanë marrë një formë përfundimtare, unë prapë nguroj me i besu. Nga ana tjetër, unë kam realizu një 2 ose 3 të libra të cilët kanë hap horizonte dhe tashti po kërkoj me gjetë mënyrën që t'jem mirë dhe t'jem i disponueshëm, por nga ana tjetër me që tirania e numrave është gjithmonë ajo që na rrimi kokë si kërbaç, mu më duhet se s'ban me punu më shumë se kam punu përpara. Dhe kjo po m'jep një kënaqësi shumë të madhe. Pra, puna e shtume në drejtim të krijimtarisë po m'jep kënaqësi shumë të madhe dhe me zgjidhpres me shku te ajo guzhina ime e shkronjave edhe me kriju kombinime të reja fjalësh. A sa vjeç mbushet këtë vit? Këtë vit unë nuk kam mushë ne, po vitin tjetër që kaloj, se unë jam i fundit të vitit, jam i 10-orit, kam mush 77. Ke një frik nga koha, më pëlqen, po ju gjithmonë flisni edhe herën e fundit, edhe herën e parë e kujtoj, edhe tani flisni për plane, jeni shumë energjik edhe aktiv me jetën. Nga koha, ne kemi gjithë frikë. Unë kam le 23 vjeç nga pikpamja e esencës, jo e ekzistencës. Ekzistencë kam dalë 0 vjeç. Me sediljet e pështjelluna me najlon, me celofan. Por unë kam ljenë vonë.
kam lind në 43 vjeç. E kam fjallën në 91. Kur kuçedra i lëshoi burimet dhe erdhi uji. Dhe qysh atëherë, tashti unë nuk kam pushu së punumi fort në shumë drejtime dhe jam paka shumë 32 vjeç. Ose 37, nuk e di si bjen. Po jam 30 vjeçar, jam një njeri 30 vjeçar. Por kur njeriu kalon një farë moshe, futet edhe probabiliteti i të papritunës. Dhe këtë ne e llogarisim, por nuk e menaxhojmë dot. Keni shkruar libra, por nga ana tjetër në aspektin personal keni humbur bashkëshorten tuaj dhe ju jetoni vetëm tani si 32 dhe si 77 vjeçar njëkohësisht. 77 e gjys. Po. Ajo largimi nga jeta i bashkëshortes ndodhi mas një procesit shumë të gjatë që ishte masakrant në radhë parë për atë vetë, sepse ajo ishte njeri me shkollë, ishte kimiste, ishte biologe, edhe më shkallmonte me pyetjen qa më nolli, qa po noll me mu, pse jam kështu, dhe sa rrinte me kuptu. Pra ajo prim brenda saj e kishte vetdijen shumë qartë, ndoshta të vetmen vetdije që i meti deri në fund, se çfarë më nolli, sepse ajo e ndjente se i ka noll diçka, por ato qendra që duhet t'ja përcaktonin diagnozën edhe për veten e saj, ato duket ishin rënë të parat dhe ajo vdiq me pikpyetje të mëdha se qa po i nollte asaj. Smundja e saj është një smundje shumë e egër, shumë që e dehumanizon njeriu dhe shkatron tona lidhjet, i shkatron dhe i çon në zero, a thua se ajo po don me rilind edhe herë tjetër. Pra është një delit i plot. Demenca. Po, është një delit i plot, edhe i marrëdhënies, edhe i raportimit, sepse ti fillon me kuptu se të ka ardhur një njeri pa njoftën në shtëpi, të cili edhe i pa dëshirueshëm, sepse vetë veprimet, ideja me ikë për shtëpijet, ideja me shkatru shtëpinë, ideja me përzi, me fsheh sende, me hell sende, ashtu me i gjet lekë, me i gris e njënën e tjetër, është një praktik me cilën unë nuk do t'isha mësu kurrë. Kështu që ndodhi fatalja edhe po unë vetëm jam, por ajo na që shkruajmë, na që marrim me shkrime, na e kemi organike vetmin, bile sa herë shkruajmë ose sa herë shkojmë me u marrë me veten tonë ma të thellë, ne vetmohemi, adi? Megjithatë e kam kuptuar që njeriu ka nevojë jo vetëm me shkëmby në ide ose në mendim, po qoftë edhe me bashamat, edhe me grindos ka nevojë njeriu. Dhe nga kjo pikpamje unë nihem paka shumë si molla e eplit, e kapshume, i copë e hekur. Si e përballuat? Të gjitha protokollet flasin për një demencë, për një sëmundje shumë të vështirë, sidomos për familjarët që kujdesen. Ju e keni bërë vetë, me sa kuptoj, se keni qenë vetëm ju të dy në shtëpi. Unë e bana deri një farë maset, pastaj mora kur ajo ishte
në një situatë që mund të tentonte edhe na jetës vetë, sepse mjekët na thonë, mjekët në Düsseldorf, edhe në Zürich, na thonë, ruajeni se kjo shoqënohet me një depresion të thellë dhe mund të bëjë edhe tentativë. Ku keni shtëpinë në kat të tretë, duhet kujdes, mbylleni balkonet e njëra tjetër. E morëm gra, po ajo pastaj i mërziti ato, edhe nuk ishte çështje, nuk mund të pajtoheshin më ata me asnjë lloj pagese ato, kupton? Kështu që unë edhe vajza ime kemi qenë non-stop me te. Ajo bën shumë agresive, nuk pranohet në këto azilet që shkohet me orë të reduktume, do më thënë, qojën mes e merren drek, qojën mes merren masdite. Nuk e pranoshin, sepse u bën shumë agresive dhe filloi me u përballu fizikisht. Po çfarë ju vinte më shumë keq? Kur erdhi fundi, për çfarë ju vinte më shumë keq? Çfarë të vraumësh, çfarë të vretësh? Ajo që e vret njeriu është pikërisht se ajo dobësu shumë, u tetërsu figurativisht, edhe mu më dukej sikur ajo që kishte qenë një gru shumë e posaçme, edhe nga ana konstruktit estetik të saj. Ajo po zmontohej, mu më dukej dhe unë perceptoja kështu, po zmontohej dhe po shfryhej dhe po deteriorizohej, nuk di se me thënë, pra po përkeqësohej për me më kriju mu një lehtësi që ta përballoja largimin e saj. Sepse ajo e dinte se unë kisha ajo e dinte se unë isha lidhë me te në kohë të hershme, pikërisht për anën e saj fizike, a kupton? Si realiteti parë, masane u zbulon virtutet e saj, a kupton? Por u a bëri më të lehtë ajo? Në fakt, ju si do doni të ikte ajo nga kjo jetë? Pa tjetër që e bëni më të lehtë. Pa tjetër. Bile unë kam dy poezi, njëna është 78, një tjetër është 2002, në cilat unë isha përballu teorikisht edhe virtualisht edhe me gjasen e largimit të njenit, a kupton, sepse zakonisht vetëm kur ndodhej aksident automobilistik vdesin 2 vetë për herë nga një familje, po ndryshe njeni shkon para tjetër dhe kësi gjanash edhe i thash, ne nuk na duhet me shku mirë tash te poezia dytë, ne duhet fillojmë të grinemi, adin, në mënyrë që ndarja në fund tjetë ma e durushme, a kupton? Po prap nuk ja kishim gjetë formulën dhe shkrova poezinë e tretë, pra kam një triptik të cilin do ta botoj në librin tim të 4 me poezi. Është e durushme ndarja e fundit? Ndarja e fundit ishte që këto vdekja është henek i madh. Ideja që nuk do ta shohësh më, ideja që tashmë ti ajo nuk do të shqetësoj më dhe çmimi i saj është zhdukja e saj, janë bilance që njeriu nuk i bën para se menol fakti, por ka mla disa manete ajo në kohë kthjellimesh dhe ftyllimesh mendore, dhe ata tashti mu më vinë si sinjale se ajo ka vazhdu deri në fund me jetu me mu
jo si ajo që e perceptoja unë, për jashtë, po ashtu si kishte fillu historia me te. A kupton? Edhe kjo kishte shumë dhimbje, sepse asaj po i shuhej drita e arsyes, dal nga dal, dhe se unë ekzistoja vetëm mrena pjesës racionale të jetës saj. Në pjesën tjetër kishte vetëm një boshllëk të frikshëm, të cilën edhe ajo kishte frikë. Çfarë do të thotë kjo? Si e keni lexuar, interpretuar? Do të thotë se kur shuhet arsyeja, atëherë futet me natyra primordiale, dhe njeriu në një farë mase fillon e dehumanizohet. Pra nuk është më homo sapiens, nuk është më njeriu që pasqyron dhe gjykon. Po është njeriu me terrë në kokë, që as është në gjendje me bë pyetje dhe as nuk është gjendje me i dhanë përgjigje pyetjeve që e shkallmojnë. Gjatë jetës, sidomos kur jemi të rinj fare, po edhe më vonë nuk është se jemi të prirur si njerëz, ndoshta edhe si shoqëri, unë këtë nuk e di me siguri dhe me bindje, që të mos flasim dhe të mos mendojmë shumë për vdekjen. Po vjen një moshë që nuk është se nuk e mendon. Nëse ju do të zgjidhnit vdekjen tuaj, cila do t'ishte? Si do doni të vdisnit? Me thënë drejtën, unë jam njeri që kur kam qenë i smur me fibrilacionet zemrës, dhe që mashin me ka 8 orë, 9 orë, 10 orë, 12 orë, gjithë natën, unë fillova me pa vdekjen si një pejzazh me dritë, ku kishte gjelbrim, ku kishte zogj, ku kishte muzikë, pra si diçka dëshirueshme. Dhe as pak të frikshme. Zakonisht kur jemi mirë, vdekja është e kundërta e të qenit mirë, dhe pranej nuk e dum. Me suguri, pra, vdekjen e urrejnë të gjithë ata që nehen mirë. Dhe nuk duhet pas si frikë, duhet pas si e drejtë. Kur je mirë, s'ke pse të vdesësh. Unë kam poezi kur them që atë ditë që unë do të vdes, do të jetë një ditë me borë. Me thënë drejtën, sot nuk e di ma se çka kam dashur me thënë atëherë, por është një moshë kur njeriu t'i pëlqen me u përballu edhe me kundërjetën, edhe arti të forcon shumë. Të forcon sepse ai t'jep mundësinë me hy te ato zona ku shumë njerëz nuk hyn kur mendërisht, po hyn vetëm fizikisht. Pra vetëm kur vdesin përballohen me te. Pjesa më e madhe e njerëzve nuk e mendojnë, nuk e dinë se vdekja është një proces që na shoqënon kam për kam, dhe ne jetojmë sepse jemi në këtë rrugë, këtej. Po paralelisht me të është edhe rrugë tjetër, në cilën ne qëllon që nuk jemi ose nuk do t'jemi edhe për i kohë gjatë. Nuk mendoj se vdekja, se kam ndonjë preferencë për vdekjen. Unë nuk e mendoj fare, nga mrena vetes konstatoj që jam enem maturant. Pra, ashtu sikur se thot poeti hermetik italian, jam gati për gjitha nisjet. Sono pronto per tutte le partenze. Jo në kuptimin se po vën kandidaturën tashti me këtë fjalën,
po unë kam parasysh me partence, pra me nisje, kam parasysh me gry deri thërrimen e fundit mërna vetes time dhe me nxjerr për jashta në formën e bukur letrare, mundësisht. Nuk është e garantume kjo për kërkën, po dëshira ime do të ishte kjo. Atëherë, unë mendoj se unë nuk kam më arsye me qenë dhe thjesht do të përfitoj nga mos vëmendja e Zotit dhe do jetoj deri sa të hy të binë sy dhe thot po ky e ka marru atë vaktin e vetë. E ka marru vaktin e vetë edhe le shkoj. A thua do t'i takojmë njerëzit e dashum kur t'ikim dhe ne në anën tjetër? A ka një shans që njerëzit... Unë e mendoj shpesh këtë. Shiko, atëherë ne në qoftë se do të takojmë edhe njerëzit e dashur për të njëjtën arsye dhe me të njëjtin probabilitet ne po takohem edhe njerëzit e pa dashur, të cilët mezi i kemi shmang. Nuk e di, kjo është një lloj kamomili fort, shumë i fort. Adin, pra, një dënym kamomil, një gjeze. Adin, që kur të na dehe fort edhe mos na lëshoj kur, edhe të mos na vras. Kjo ide, unë e kam thënë edhe i vend tjetër, ka cak vdekjen. Pra ne na duhet me vdek për me marrë vesh këtë punë. Kështu prej këtej, ne thjesht vetëm e dëshirojmë dhe me dëshiru nuk është një realitet virtual i cili, sikur se shumë realitete virtuale tjetës tonë, është po aq solid sa edhe buka, kërvati ku flem, uji që pim, kontakti i gjallë me njerëzit që ne i dum, ose edhe alergjia e njerëzve që nuk na duhen ose që nuk duhemi me ta e tjerë. Unë mendoj që takimi me njerëzit duhet marroj këtu. Jean-Paul Sartre i thot ferri janë tjertë. Unë s'jam krejt dakord, sepse unë kam taku të tjerë të cilë kanë qenë parajsa për mu. Edhe janë parajsa, edhe në ditë më të vështira, ata janë një dritë në fund tunelit, kurse në ditë të zakonshme janë një diell në zenit që më bajnë mu me lëshu hije sa seksioni i trupit tim. A ngopet njeriu me jetë? Njeriu nuk ngopet me jetë, po jeta ngopet me ty. Edhe thot tashti hap krahun se në maternitet po qanë një fëmijë i sa po lindur. Nëse do të të jepej shansi për ta rifilluar jetën tënde, do të bëje të njëjtat gjëra, njerëzit janë prirur të thonë që do të ndiqnin të njëjtën rrugë ose do të bënin të njëjtat zgjedhje. Çfarë jete do kishit zgjedhur? Shiko, jeta ime nuk ka ardhe si projekt, si program. Unë e kam ndërtu hap mas hapit jetën, dhe kam kalu edhe në për të kundërtën time. Për shembull, unë nuk e kam dash shkollën. Kam qenë skolofob. Do më thonë njeri që e kam urrejt për vdekje. Për mu, dy sende e kanë erësu fëminin time. Ideja se fillon shkolla me 1 shtator, dhe e dyta ardhja në shkollë e dentistit. Megjithatë,
kam vazhdu shkollën, kam marru tana gradat e shkollës, vazhdoj me qenë mësues pedagog, që është e njëjta gjë në mësues. Pra, unë i kam vu me fjetë në njëjtin dyshek urrëtien për shkollën, me lidhjen e përjetshme me shkollën. Pra, unë edhe njeriu është shumë kontradiktor. Unë s'do të kisha arrit asnjë gjë pa shkollën, por një pjesë e madhe e dëshirave të mia janë sakrifiku tek altari i shkollës. Atëherë kam zhvillu disa altare të reja tek cilat dëshirat e mia lulëzojnë e nuk sakrifikohen. Pra, vetë qenja krijon antidotet e helmeve që na jep jeta. Për shembull, shkolla për mua ka qenë helm. Disiplina ka qenë, po unë s'kam mungu kur, po unë kam dalë me gjitha dhjeta. Dhe prandaj e kam vujt shkollën, se s'kam mujt me e neglizhu shkollën. A e kuptova mirë që po thoni se sekreti i jetës varet tek bashkëjetesa me kontraditën, bashkëjetesa me helmin, helmi dhe kundër helmi? Po, prandaj paka shumë kështu, pra që na nuk vim me një program. Na nuk jemi... S'mund të jemi preferencial, pra, edhe të lastuar. Kompjutera që programohen edhe masanej e lenti, a i punon vetë masanej. Ne nërtohemi ditë për ditë dhe shkatrohemi ditë për ditë. Nërtohemi dhe shkatrohemi. Dhe ajo elektrokardiograma e jona është një sinusoide çmendur, me të ngrituna, me të uluna, me kontradiktore, kontroverse, njëra e tjetër. Pra, unë mendoj se nuk do të dija me thënë se cila do të ishte jeta ime. Në qoftë se unë du me nej këtu, do me thënë që edhe koha e keqe e jetës time, ai 43-shi, minus i moshës time që përban datëlindjen time të vërtet, ai 43-shi është ndoshta minjera më e pasun që kam unë. Por në qoftë se ti jeton dhe nuk e rishqyrton jetën tënde, atëherë jeta për ty është një diçka që vetëm ik. Në qoftë se ti e rishqyrton jetën tënde dhe kthehesh për me marrë mineralet e asaj kohë dhe me kriju bizhut e tuja, atëherë ka rëndësi edhe me vujt, ka rëndësi edhe me një dhimbje, ka rëndësi edhe me provoku vujtje, ka rëndësi edhe me provoku dhimbje, sepse sa më të mëdha t'jenë amplitudat, aq më fort të afrohen muzat. Kush e zhvillon më shumë njeriu, gëzimi apo vuajtja? Çfarë e përmirëson, çfarë e rritat më shumë? Vujtja apo kush? Apo gëzimi? Gëzimi. Helmi dhe kundër helmi. Shiko, na jemi produkt i proceseve të gjata, jo i proceseve të shkurta. Edhe lumturia, edhe gëzimi, edhe, po themi, edhe humori, janë minoritete në trajektoren e jetës tonë. Por, për shkak se kanë pigment fort dhe kanë forcë të madhe rigjeneruese dhe rikrijuese, rekreative, shlollëse pra, dhe refektuese, ushqyese për ne, një minut gëzimi ose lumtunie i bën kundërpesh një viti vujtje. Për shembull, njerëzit kur dalin, unë kam pa njerëzit kur kanë dalë për burgjesh gjata, dhe i kam pa mëna 3 ditë duke ndryshu krejt fytyrat tyre, duke ikë rrudhat.
e kam pa lëkurën e tyne që ishte e mbruzë, e murë me njën e tjetën, kam pa që fillonte me transpiru, pra me u djersit, edhe me marrë një shkelqim për njerëzish që e kurojnë lëkurën, pa e kuru lëkurën. Gëzimi është rezatues, e Po, ndjen trupi, e ndjen lëkura, sytë. Edhe, pra ne i them që lumtunia është edhe knatësia në përgjithësi, hedonizmi, pra, Dorëzimi ndaj kënaqësisë. I ka shty grekt e lashtë me kriju një personazh mitologjik që quhet Hermafroditi, edhe i cili është edhe Hermes, pra edhe burr, edhe Afrodit, edhe gru, që si mas menjes tyne, pra kjo qenje që ka mren 50%, me 50%, edhe mashkullin e femnën, është qenja ideale, sepse kontakti seksual të ata dhe hedonizmi dhe orgazma është diçka që nuk nërpritet kur. Mirë, po kjo është qenje mitologjike. Fiction. Kurse ne jemi qenje biologjike, kur sendet ndodhin si në farmaci. Ti merr një kokër ilaçit sa një sy zogu dhe bash mirë, pa prit pas për tia. Dhe nga ana tjetër mund të hash një çabat të madhe ose një bukë të tonë dhe një shkeq. Kjo është puna. Na intrigojnë gjithmonë jetët e të tjerëve dhe kemi dhe prirjen për t'i idealizuar ato dhe mendojmë që disa mund të jetë edhe kështu. Mendojmë që disa njerëz primo kanë lindur me yllin në ballë. A mund të ekzistojnë njerëz me aq shumë fat sa të kenë gjithmonë jetë të gëzueshme, të mirë, të mbarë dhe jo me vuajtjet e të tjerëve? Ka tek ne një lloj fati të shkruar që ne i përgjigjemi dhe për disa shkruhet më mirë, për disa jo dhe aq mirë? Apo jeta është e pa drejt vënde me të gjithë në një moment apo në një tjetër? Mira, shiko, shqiptarët duket se janë popull i vjetër deri në atë mos sa na sjellin eksperienca shumë thella, tek cilat ata ma edhe nuk besojnë. Në mirë ditë thonë, futi një menje të lehtë. Unë njoh shumë njerëz që jetojnë në një mendje lehtësi, jo marrëzi, po mendje lehtësi, u mosh, u derdh, u prish, hajtë mos s'ka gjë, kupton, njoh shumë. Edhe në Shkodër ka shumë njerëz mendje lehtë. Të kësaj, pra që janë joyful, janë njerëz që kanë lind në shenjen e gëzimit edhe e kanë të papërmyshëm barkën e gëzimit tyne. Është e papërmyshme. Këta njerëz jetojnë, smuren edhe vdesin i sojtë si të tjerë. Por këta lloj njerëzish nuk janë gjendje me kriju. Na shqiptarët e kemi një lloj optimizmit biologjik. Se nga vjen ne, unë edhe kam në farë ide. Edhe mund t'a dish. Edhe, jo, nuk e parashtroj dot, sepse është e pa studiuar dhe me siguri që do të krijoj kontradikt me veten time, po unë mendoj që na shqiptarët pra e kemi lanë veten në dorë të fatit, veç kur e kemi pa veten në breg. Po lakurisht, po në breg. Na shqiptarët jemi optimista dhe kjo na ndalon ne, na e ka pengu ne me menu nëpërmjet procesit
të tragjizmit, tonë popujt e mëdhej, të mëdhej, që kanë kriju qytetnim, që kanë gjeneru ndryshime, që kanë bën lufta, që kanë vdek, kanë shku si qapit e kasapi e kësi gjona, kanë kalu në për procese tragjike. Franca, për shembull, ka vra veten disa herë. Adin, e fundit ka qenë revolucion. Komuna Parisit, ose në kulmi saj ka qenë revolucioni që hëngri bite vetë. 89, i 1789. Rusia, po kështu. Amerika ka kalu revolucion të madh në luftës civile. Pra, ata kanë pas entuziazëm edhe me vrarë njëri tjetrin, dhe masanej kanë kalu procesin e tragjikës dhe kanë vunë gurë të mëdhej në themelet e qytetnimeve të tyne, dhe është e qartë, s'ka nevojë për asnjë dëshmi, ata edhe sunojnë botën. Me siguri e keni dëgjuar shprehjen bëni para tuaja të punojnë për ju. Një nga mënyrat për të realizuar këtë është nëpërmjet obligacioneve korporative. Përmes shërbimit të nënshkrimit të ABI Bank do të ofrohet mundësia për të investuar në obligacione të emetuara nga kompani të njohura me emër dhe të suksesshme në tregun vendas. Ky instrument financiar mund të ndihmojë në diversifikimin e portofolit tuaj dhe të ofrojë norma interesi, të cilat mund të jenë tërheqëse në varësi të kushteve të tregut. Vazhdoni që ndroni me episodin. Kalojmë tek një temë që kam shumë dëshirë ta ndaj me ty. Inteligjenca artificiale, AI, që i thonë me akronimin në anglisht, apo ChatGPT-a, robotët inteligjent, duket sikur po prodhojnë poezi, këngë, mjekësi, doktorin, i gjenë të gjitha në telefon. Çfarë mendon Primosh Llaku për këtë kohë? A mundet një makinë ta zëvendësoj shpirtin njerëzor? Inteligjenca artificiale mundet me shkruar edhe poezi. Po poezia që shkruan ajo nuk ka shpirt, nuk ka eksperiencë, nuk ka emocion. Ajo mund të ketë kombinime racionale të fjalëve, të cilat edhe ashtu mund të japin një emocion, sepse ne emocionohemi edhe kur flasim, edhe themi diça të mençur, diça të bukur, kur bëjmë një kompliment, ne i shkaktojmë tjetrit një emocion. Pra, edhe racionalja nuk e lën njeriun pa e prek në tela, po themi ne. Por ama krijimtaria e njeriu të lidhet me aspektin e thellë human, me thellësinë njerëzore. Dhe sa më tepër kalon kohë, arti bëhet përherë më human, përherë e më i shtrenjtë, i dukshëm dhe i detektueshëm si produkt i mendjes njerëzore, i eksperiencës njerëzore. E asaj që ne me një fjalë shumë të rëndomt, por edhe të pazëvendësueshme e quajmë shpirt. Shpirti i njeriut, pra, është eksperienca jo vetëm e jetës tij, po eksperienca e njeriut qysh në momentin kur ai ka fillu me u ngrit në këmbë dhe është bë homo erectus. A mendoni se do t'i rezistoj shpirti njerëzor kësaj bote robotike, për shembull, pas 50 vjetësh, as unë as ju nuk do jemi këtu. Por si e përfituroni do t'jetë bota atëherë? Nisha, unë mendoj se tashti nuk është më shkenca, nuk ka më model muskulin. Se ka bë ato fadromat e ato vinçat, ato që janë të gjithë me muskuj janë, po jo me muskuj mishit e me tendina, po janë me kavoll qelikut e me elektromotora, me lëshusa e njënë e tjenë. Pra, shkenca sot po fokusohet te njeriu. Pra, njeriu
po fokusohet të vetvetja e tij dhe ka një kthim të vëmendjes shumë të fuqishëm drejt vetes tij. Dhe prodhimi i robotëve që janë në gjendje me vrapu, me dhënë përgjigje, me shërbyer njërin e tjetër, ende mbetet në lamin e punës së sklavërume. Apo jo. Pra që ti shërbejnë njerëzve, ne humanëve. Ti shërbejnë njerëzve. Se masanej, në qoftë se ne mendojmë se këto robote një ditë për ditë do të barazohen Kjo është frika. Intelektivisht me ne dhe masanej, mas atij moment ata do të fillojnë me komplotu kundër nesh si kundërshtar për me sunu botën. Kjo është, deri tash është fantashkencë. A kupton? Sepse ka një hierarki që ajo që i prodhon truni i njeriut nuk mundet me kalu trunit njeriut. Sepse është gjithmonë një diçka ma komplekse që i prodhon një diçka ma pak komplekse. Qetësuese goxha kjo. Është goxha qetësuese kjo që thoni. Ma pëlqen. Po. Kështu që në momentin kur ne si njerëz, nuk do jemi më në gjendje, do të degradohemi intelektivisht deri në atë mos sa produkti i trunit ton do të jetë më i rritur se na, atëherë ne do të jetojmë në një kohë kur do pushtohemi për dikujt dhe pushtimet kanë ndodhur në botën tonë. Greqia për shembull është pushtuar prej romakëve, por kulturalisht Greqia ka pushtuar Romën, kurse Roma ushtarakisht ka pushtuar Greqinë. Në këtë kuptim pra nuk ka asnjë gjë tragjike, por unë them për sa kohë truni jon do ta përsos robotin, ai është gjithmonë një hap para tij, ose shumë hapa para tij, ose disa hapa para tij. Pra është superior dhe ai nuk mundet me sundu, pra nuk mund ta marrin ai frenin e vet, sepse vet njeriu nuk e njeh natyrën e vet ende. Ka një shqetësim për të rinjt, të cilët në dallim nga ne gjeneratat e tjera, nuk e kanë sfidën e sakrificës, edhe për shkak të komfortit jo vetëm të prindërve, sepse shigjetat lëshohen më shumë nga prindërit dhe nga familja, po edhe për shkak të AI-s, inteligjencës artificiale. Pra, një esej gati në ChatGPT, një CV e bën gati aty, një detyrë, çfarë ka thënë Bukowski e gjen me njëherë. Pra, nëse më përpara për të hapur diapazonin, primo, nëse unë gjimnaziste për të mësuar diçka, duhet ta lexoja librin e plot, se nuk kisha ku e gjeja si quote, si ato konservat e shpejta të Instagramit, dhe ai leximi i plot i gjës të zhvillon ty, pra ajo të bën krijues, por sigurisht dhe nevoja. Kemi një gjenerat dhe një brez që ka të njëjtin shqetësim në fakt, si në Amerikë, si në Europë, si në Shqipëri, që po shkojmë pak në një lloj dembelizmi që ndoshta do t'i bëjë ata të mos krijojnë shumë. Nuk e di nëse e ke parë, e ke analizuar, e ke menduar ndonjëherë. Shiko, kjo që po themi ne ka ndodhur disa herë në historinë e njeriut, sendet e reja që kanë revolucionarizuar, që kanë përmys establishmentin e sendeve, kanë ndodhur disa herë. Për shembull, kjo shtypshronja Gutenbergut, e ktheu librin që ishte ndoshta malli ndër më të shtrenjtë, nga pikpamja ekonomike, pra, e ktheu atë në një mall shumë të thjeshtë edhe e mori kush deshti.
Megjithatë, njerëzit vazhdojnë me punën me njëra, me gjithë librat, njerëzit vazhdojnë me punën e për ara, njerëzit vazhdojnë me qenë në për burgje e tjere. Pra, libri ra si shi, mi menjet njerëzore, po jo të gjitha e këthyn ujin që morën nga këshi e këthyn në klorofil edhe në gjelbrim. Ajo që po nëllë të ashti me ne si dishmitar, ka nëllë edhe herë tjera, dhe ka nëllë, ka ba rrugën e vetë. Kuptohet që na për shembull vim nga një shoqëni e cila fëmijët donte t'i shkollonte me çdo kusht dhe nuk donte me i shkollu me çdo kusht. Prindi shqiptar i këtij 80 vjeçit, jo sepse donte që ai t'i bëhej i mençëm, po donte që të mos punonte në bujqësi. Donte unë kam njoft njerëz që më kanë thënë, unë isha gati me shit shtëpinë dhe fëmia jem mos të kthehej më në fshat. Kuptohet që këtu ajo që dhem fort edhe kërset fort është se ai fshatari atje mori iniciativen me shkput fëmijën e vet nga toka. Të kujtu se lidhja me tokën është vetëm lidhje fizike. Lidhja me tokën është lidhje metafizike. Unë kam pa njerëz, kur kam shku në Greqi me autobus, të i hedh gur ma shpinet. Qa po bëtë bëjë, thamë? Dhe mos ja pasha sytë këti vendi. Pra, kooperativa bujqësore, sistemi socialist dhe trajtimi i fshatit dhe i fshatarësisë në kohën e diktatorës të na, shkaktoi, ka bën damin më të madh, ka shkput shqiptarin nga toka. Me që jemi te toka dhe ju keni jetuar si emigrant jashtë dhe jetonin në Shqipëri, shumë njerëz i kanë ikur kësaj toke, unë takoj vazhdimisht edhe në podcast Primo, emigrant të suksesshëm që kanë ndërtuar një jetë, po të gjithë shoh një lloj dëshire për Shqipërinë, një lloj pengu që nuk janë këtu. Të parët tanë kanë thënë guri rënd peshon vend vetë, po Primo Shlaku si thot, ata zëvendëson dot një jetë e mirë vendin tënd, atë dheun tënd? Na shqiptarët, edhe kur bëhemi biznesmen jashtë, prap e shijojmë atë e shijen e hedhur të një lloj racizmi, ati? Dhe nuk do të dëshironim me pas, sepse ne çdo njeri ka vetë njënjë. Unë s'poj baj kuj, s'poj ashtu, unë jam punën time dhe po punoj si të tjerë, të cilët ndaj cilëve nuk ushtrohet ky lloj presioni. Qenja, na po jetojmë një kohë kur patriotizmi dhe atë dashunia është në krizë të madhe, kupton se rinia po çohet me ik. Është mod. Është diçka që vjen prej politikave të pastudiume. Është një akti i parë e një loje i cili mund të ketë një akt tjetër për majtjen e cilit nuk e njohim, pra po futem pak edhe në teorina konspirative, nuk di me i thonë, sepse janë procese gjata dhe e mirat mirave është me lënë sendet me nodhë dhe hap mas hapit o me riparu ose edhe me i përcaktu. Shqiptarët kanë ikë gjithmonë për vendet. Paktën qysh 1200 shqiptarët kanë ikë. Dhe këtë e dim nga akumulimet e mëdha të popullsisë me origjinë etnike shqiptare në Itali, në Dalmaci,
në Turqi, në Bullgari, deri në Afganistan, thonë që ka, po në Urale, po se po, në Romani, gjithkohë. Pra, ne kemi qenë një popull që jemi lënur, me u lënur, do me thënë, me u shprish, si a i leshe në furk. Dhe ne kemi rujt një mas konstante popullsijet, sa bëhemi 4 milion, zbresim 2 milion e gjysë. Dhe kjo të ban me menu se dikush në matë, edhe në hapë saracineskat, dhe kur bim të masa që aty ne i duket e pa rrezikshme, e mëllin prapë edhe në alonë më rritë, më ne e ka një bazë edhe konspiracionizmi. Po gjithsesi, unë e shoh se rinia e jonë ikë dhe shqiptarët kanë një tëmet shumë të madhe, unë e kam thënë dhe du me përsërit se është aktuale, nuk e di a ma kanë një gjuhë të gjithë, shqiptarët kërkojnë adhena të gatshëm. Nuk donë me nërtu një adhe me dorët e tyne, për masën e tyne, për qefin e tyne, për bukurin e tyne. Ajo që ka i ka dhënë Zoti shqiptarve, është dhënë, të regonë se Perëndia kur ka kriju viset që do të populloheshin për shqiptarët, ka qenë në humor të mirë, dhe kur i ka bën shqiptarët, i ka thonë shkoni zgjidhni. Dhe na kemi ardhë, që duke dhe jemi të partë këtu, edhe i kemi zgjedhë. Ade ka njerëz që kanë qef më shkbu. Por unë e diagnostikoj me përgjithësi të plotë që shqiptarët duan me gjetë adhe të gatshëm. Dhe kur shkojnë atje, ai që ka ndërtu me dorë të veta, morën me ta lëshu ty. Me drejt. Me drejt se. Po me drejt. Kanë vdekur për ata dhe. Dhe shqiptarët e njejnë veten keq. Se po na diskriminojnë. Nuk diskriminojnë. Ti je duke fjet në një pjesë të krevatit që ai e ka ble ai. Ti e të hangër buk në pjatat që ai e ka ble ai. Dhe ti thu, jo i kam ble unë. Po mërë, po, qytetnim. Ka që kompleks. Ku ti një është mirë, ku ti mund është me harru edhe atë dhe unë tanë, ku ti mund është me u ba dhe milioner, ai ta ka nërtu ty. Para të ligje, para të liri që ti gëzën, ai ka dërë gjak. Edhe kur je i rregull, dhe kur je i mirë, pra ka një lloj xhelozjet e cila, sikur se e the edhe ti, mos qoftë e drejt, është e arsyeshme, ka një arsyetim. Pra unë e kam ndërtu qytetënimin tim për mu. Të është ti vjen, unë po të lanë ty, adin, po s'po të lanë mu ba president, po nuk po të lanë mu ba deputet. Po të paraqes, ose po të qes shumë pengesa për këta punë, dhe ata donë pikrisht atë që nuk kanë pas dëshirë me e arrit në vendin e tyne, po e arrin, ose po kërkojnë me arrit të dikush tjetër. Njerëzit në botë janë xheloz për atë dheunë e vetë. Dhe ne nuk jemi xheloz për atë dheunë tonë. E vetmi rast kur tregojmë xhelozi për atë dheunë tonë është fusha e futbollit. Vetëm në futboll tregojmë ne se jemi ashtu. Kur vjen puna masanej me rregullu këtë vend, me e pru në ekuilibër këtë vend, me ndërtu diçka të pranueshme për gjithë, se jemi shumë të ndamë, kemi shumë vija ndamëse, dhe nuk i kemi në sipërfaqe, po i kemi në thellësi. Kjo ne na bën që nuk kuptohemi. Vjen një qeveri, ne vdesim, plasim, bëhemi me tension edhe me infarkt, pse fitoj. Por zotni, në një sistem demokratik, qeverit ndrohen, sepse në fundit, në vendet vogla, si joni, qeverit
Nuk mund të kenë program të ndryshëm i 100% i djathtë kyer dhe këte. Ne ndryshojmë vetëm në përparësi. Ti thu duhet me hangër sallatën parën, ai thotë jo, unë kur të vi unë do hahet supa e para, sallata në fund. Pa aty jemi, a kupton? Dhe kur vjen puna me kuptu dialogun e brendshëm të partive politike, mund duket sikur ata thonë dhe mendojnë me veten e tyre, ndoshta edhe shprehin, sa për kështu si e bën ti e bëj dhe unë. Pra, nuk e kanë luftën politike që bërën për një identiteti politik dhe ideor të ndryshëm. Dhe aty fshehet edhe pasunia e ndahet nga vërfnia. Thjesht, ata kanë disa përparësi që si gati. Pra, atë që e numëri i 1 shijoti, për mua numëri 2, edhe kur fillojmë retoriken edhe atë tregimtarin tonë, themi, jo, në radhë parë do të bëjmë këtë. Ashtë e mundë? Mu duk se kapsolla ndezi. Kështu Si? duk. Sikur mori kapsolla. Më thënë në fillim të Ti e din, unë nuk jam i atyne, nuk jam i arteve ushtarake. Dhe një gjë të fundit. Po. Çfarë është diçka në veçanti që e bën një jetë të pakonkurrueshme, dinjitoze, të paharrueshme, të duhurën? Që e bën atë të jetë një njollë e bukur. Në këtë botë unë kam kuptu se vetëm njerëzit që krijojnë, pra, edhe i nanë që ka 12 fëmijë, është ajo që krijon për mua. Vetëm njerëzit që krijojnë jetojnë plotësisht ose jetojnë në plotëni. Sepse kur krijon edhe merr mbrapsht, si më thon, mundin e jetës tonë, edhe kur je njeri që krijon biznese o shkencë o njënë e tjetën, je edhe i trajtum edhe financiarisht ma ashtu. Për ndryshe, masane je asket edhe të mjafton ajri edhe prap je i plot. Adin je edhe ma i plot bile. Ka kalu njerëzimin e për këto eksperienca. I tha Diogeni Aleksandrit madhe, i tha Aleksandr, që marrë jeton, tha ti, në këtë fuqi drunit, që ti kryta i për atje, i tha, apo më largohesh pak se më ke zanë diellin. Pra ti i mjafton të dielli, nuk e mjafton të, nuk kishte probleme me luksin. Kërkon të pushton të botën. Ashtu, po pra, unë them që ata që krijojnë janë njerëzit që e shijojnë jetën, edhe në qoftë se udhimet, në fund udhimset, jeta se u kamet edhe diqa po thonë, edhe shpeshherë, njeriu pra nuk arrin me i thonë gjitha, sepse jeta është shumë e pasun, dhe ata që janë mësu me nxjerr, ata janë mësu edhe me trillu. Pra është e pafundme. Çdo njeri që krijon vdes me pishmanin ose me ahtin e asë nuk e thash edhe këtë. Pra njeriu krijuesa tragjik, nuk vdes i kënaqur. Na krijojmë pak. Na shqiptarët krijojmë pak. Na kur dum me kriju shumë, lidhemi me shtetin. Shteti i ka muzat e këqija, nuk i ka të mira muzat. Ata janë më fort sirena se sa muza. Kështu që unë nihem i përmushun në gjitha, vetëm sepse kam i copë vend atje në shtëpi time, që është vetëm vendi im
dhe kur ulem para kompjuterit, pa hap, unë e shoh tanë botën time. A jeni krenar me jetën tuaj? Me veten tuaj? Krenar. Shko, krenaria është delegume gjithmonë. Njeriu e thot gabim që unë jam krenar, se për veten time se është vetë mburje. Njeriu është krenar për dikë tjetër. Për tjetërin. Është krenar dhe ka kuptim. Kur thu, unë jam krenar për veten, do më thonë që unë jam kaq i mirë sa edhe ju s'po doni me marrë vesh këtë punë, pra unë du me u imponu. Krenar për veten time, unë nuk kam pse me qenë, sepse unë kam ba atë që kam dashtë. Dhe unë jam shpërbly aty për aty. Kur bëjmë atë që duam, shpërblehemi aty për aty. Që t'jem krenar për veten, do me thonë që unë jam krenar që jam shqiptar. Po e thash këtë punë, unë automatikisht gënjej. Jo se kam gja me shqiptarizmin tim, por unë gënjej sepse unë nuk kam qenë ndonjëherë diçka tjetër përveç se shqiptar, që të them që po unë e zgjodha me qenë shqiptar, edhe tashti jam më mirë se kur kam qenë tajlandez. Messaggio ricevuto. Nuk e diz në ato fillime e kam patur telefonin me italishten, me versionin italian. Mesazhi humor. Primo Shlanku. Po. Faleminderit. Shumë faleminderit. I përballon mirë ditët? Edhe pse je vetëm? Përveç shkrimit, se aty tek kuzhina jote e shkronjave nuk je vetëm. Unë vetmia është relative tashti. Vetmia është relative. Edhe e më shoqe në një ditë me qiell të hapun, më tha, mos rri vetëm. I thash, qa kupton ti me këtë punë? Mos rri vetëm, tha. Shoqënoj, o tha, me njerëz, tha. A kupton? I thash, po unë vazhdimisht me shok. A, ashtu, tha. Mosu, ashtu, tha, thirrin shtëpi, tha, mundoju me ba që kam ba unë për njerëzit e mi dhe njerëzit e tuaj. Për pak mendova se kishte patur iden që të gjesh dikë tjetër, një grua tjetër. Duk pak sikur, po jo. Shiko këtu. Është vonë tani? Gruaja ime i ka vrat tona gratë rreth për qark me jetë. E jashtëzakonshme. Duhet jetë krenar atje ku është ama. Jo, nuk ka punë krenariet. Unë kam pas një gamë të madhe përputhjesh me te, dhe në qofë se unë nuk do t'a gjeja, në qofë se t'a zamë, se t'a shti ka shku vona ja punë dhe martesa donë... Çfarë donë martesa? Do pare. Do pare shumë. A këtë? Në qofë se pra unë do t'a mendoja një gjatë tjellë, unë do futesha në një aventurë shumë të madhe, sepse do kisha vështirë me rimsu në këtë kohë, me një tipologji tjetër sjellje me një kështu. Kështu që i them që ajo i ka vrat tona gratë, edhe pranej edhe ishte mërzitur se ju duk se nuk ishte dasht me i vrat gjitha. Sa e mirë. Po të më kishte nëllë mu edhe unë ja kam vrat gjithë burrat asaj. Për këtë jam shumë i bindur, sepse herë mas herët më thoshte që unë ty du ma shumë se fëmijët. Edhe unë çudisha, nuk e thohet kjo mori, thohet për fëmijët. Unë po ta them ty, ti më dhe gojen, ta dish që unë ty të kam më të dashur se sa fëmijë. Edhe e ka tregu në gjitha rastet, përveç para në fillimet kur e plakosi ajo shejtan smundjet, edhe deri në fund që ajo u tetërsu deri në atë mos që ishte edhe me ja uru vdekin, po ishte më fort edhe me uru vetes vdekin, sepse duhej mos me qenë di shpitar. I saj më.
mos me qenë ma dishpitar. Ishte puna, mos me qenë ma aty, në një mënyrë tjetër, a kupton? E megjithatë fati madh të jesh me njeriun e duhur, edhe me njeriu që do ta përshkosh rrugtimin e jetës, se një stacion diku do ndalojmë gjithë. 50 vjet nuk janë pak. 50 vjet janë shumë, dhe ta rinia mundohen me kriju kujtime kësi gjana. Unë mendoj që kujtimet janë si tushia, që kur ti nuk ke ma gëzime nga jeta, atëherë shkoni i thua, ke nëjë domate në kohë që s'ka domate, a ke nëjë lakën që s'ka ma. Kur na duhet jetën ta konsumojmë për zgjallit, ashtu si është, edhe kujtime letmeten ajo që do me i regjistru vetë natyra, po jo me kriju kujtime. Kujtimet janë tushi. Messaggio ricevuto. Shumë faleminderit Primosh Llako. Faleminderit për ju shumë. Abi Bank mbështet këtë episod.